Kreu I grupit parlamentar të Partisë së Lirisë Edi Blushi deklaron se refuzimi I mocionit me debat mbi programin e qeverisë për 4 vitet e ardhshme është dëshmia se edhe seancën e votimit të qeverisë dhe programit majoranca e prishi qëllimisht pasi trembej debatit. Në fjalën e tij në konferencën e kryetarëve ku ka debatuar me kreun e grupit të PS-s Tauland Balla, Blushi shtoi se majoranca po tenton ta kthejë parlamentin në mauzole. Mocioni me debat është pasqyra e dështimeve, korrupsionit dhe inkriminimit të qeverisë dhe Edi Ramës. Nuk mund t'i mohoni opozitës mekanizmat e saj kushtetues. Po prishni debatin, po shkatroni parlamentarizmin, po shkelni kushtetutën. Frika juaj është merri nga aferat që mbanin mbi supe, refuzimi I kërkesës për mocion nga majoranca, përpjekje për të zhbërë një tjetër të drejtë kushtetuese të opozitës. Pranoni debatin dhe përballjen me opozitën dhe mos u shmangni me procedura. Po vijoni të shkelni kushtetutën dhe të thelloni paligjshmërinë. Po tentoni ta ktheni parlamentin në mauzole ku të ketë veç mumje që nuk flasin dhe ku të prezantohen veç mendimet e fantazmave si diella. Ndalni provokimet ndaj opozitës. Refuzimi I mocionit është dëshmia se edhe seancën e votimit të qeverisë dhe programit të prishët ju qëllimisht sepse I trembeni debatit, thot Blushi.